shkova në Angli edhe isha në mes një dileme që as i kisha 18 vjetë për me regjistru prej zeros fakultetin, as si isha për master se s'kisha diplom. Edhe gjeta një birë në sistem ku mu isha në Angli me regjistru magistratur nëse dëshmojshë që ki përvoj me një fushë të caktume. Unë e përvoj kisha në luftë, sepse kisha punu me gazetar të luftës në kohën që erdë BBC-ja këto, që ishte fundin 97-ës, fillimi 98-ës, edhe u argumentu që unë e kom bëllë përvoj për me u pranu në qatë fushë. Unë e provova mu pranu edhe në fusha që më interesojshin mu, dramë, po nuk më pranu. Edhe ishte që kjo fleksibiliteti jo në atë kohë mos mu demoralizu, nëse një gjozë bën, ki me dhonë që kjo është penalizimi që nuk munësh mu konë edhe lëps edhe zgedhës. Edhe me kap momentin, e mos me hub vitin.